Është një film klasik italian, shumë i njohur, me titullin Nuk ka paqe në Nullin. Nuk ka paqe në Nullin, po. Me Bonfiglio. Me Bonfiglio. Po. Që është një Ibariu që kthehet në shtëpi nga lufta dhe shikon që pronari i kishte marrë edhe delet, edhe të dashurën, edhe fillon të akmerret ndaj atij pronarit tokës. Imagjinoni tani këta të ikurit nga Gaza që kthehen në shtëpitë e tyre. Se nga vjetë gjurë, dëgjojeni dhe mund ta hiqni. Falni. S'ka paqen Ka paqen në Nullin. Vjen një zhurmë që mund të largoni. Lajmërojnë dhe autoritetet ndoshta që ta largojnë. Aha. Ose kondicioneri. Ndoshta kondicioneri mos do të fillu. Bravo. Pra, imagjinoni çfarë gjen një banor i Gazës i ikur nga bombardimet, që sot rikthehet për shkak të paqes. Nuk gjen as shtëpi. Akoma ka kufoma fëmijësh aty, edhe njerëz të vrarë të afërm tjera. Dhe duhet të fillojë një jetë dhe të pranojë të nënshtrohet dhe mos të dënohen kurrë ata që shkaktuan këtë gjë. Kështu që kjo është e para njerë problemi i parë i kësaj paqes së madhe. Që më shumë është duket sigurisht një pushim sa një paqe e ndërtuar mbi baza me themele të forta. Pse e them unë që nuk është ashtu? Sepse nuk është mbi themele të forta, sepse zgjidhja që kërkohet aty është zgjidhja që kërkojnë palestinezët dhe shumica e gjithë botës e më arsyeshme e dy shteteve. Dhe për sa kohë që mos bëhet fjalë për zgjidhje të dy shteteve, por të quhet Gaza si një mundësi për të bërë rezorte të mëdha, ku një miliardere izraelite që lobonte aty dhe që e përshëndeti sot ai në parlamentin e Izraelit, që kjo është ka meritën kryesore dhe unë e pyeta këtë do më shumë Izraelin apo Amerikën, refuzojnë në përgjigje thoshte. Ajo miliarderia ka lobuar bashkë me vajzën e Trumpit, bashkë me dhënën e Trumpit, dhe na u bë ka paqja me sigurisht nuk ka paqe. Ne jemi në momentin kur Hamasi është i shkatruar, ku e gjithë bota që përfaqëson Hamasin dhe luftën dhe rezistencën palestineze është e poshtëruar dhe e shkatruar, dhe që ata nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër përveç se të pranojnë paqen, se nuk kanë asnjë çfarë lufte do pranojnë ata në këto kushte. Çfarë lufte mund të bëjnë ata në këto kushte? Nuk kanë asnjë mundësi. Kjo është paralizim i gjithë faktorëve anti-izraelit në zonë, i cili solli dhe tërheqje Izraelit për shkak të miqësisë me Trumpin. Askush nuk negocioi me ta, u dha një plan 20 pikësh, e pranuan të detyruar se skrinin çfarë dhe kaq. Mendoj që konflikti tregoi një herë që sa e paftë është bota për të menaxhuar rendin botror. Të gjithë bota. Sidomos Perëndimi, që pretendon se mund ta menaxhojë. E dyta pastaj për sa humanizëm ka në këtë botë që të shohësh fëmijë, të shohësh genocidin që bëhet live në sytë të gjithë botës, gazetarë që vriten pafajësisht, punonjës të ndihmave që vriten pafajësisht duke ndihmuar njerëz që vuajnë për bukë dhe nuk lejohen as vinë ndihmë aty. Tregojnë që humanizmi këtu është vetëm një pretendim, nuk ka fare lidhje me atë që ndodh. Ose është selektiv. Kur kapen 7 pengje izraelit, ne të gjithë qajmë të gjithë. E një hipokrizi dhe selektivizëm të panomër. Kur vriten palestinezë... Duhet vi paqja, fajin e ka Hamasi që më pegjet. Ne nuk e tregojmë kur fajtorin e vërtet. Dhe kjo është hipokrizia më e pahishme që ka ndodhur në gjithë botën, edhe më çnjerëzore që ka ndodhur në gjithë botën. Në pikpamje të arritjeve, Ermiri tha me të drejtë që dhe Izraeli nuk fitoi shumë. Domethënë, po arriti që të paralizonte këtë veprimtarinë anti-izraelite dhe tha Antoni, por me i kosto shumë të madhe. Humbi mbështetjen morale të gjithë botës. Pra praktikisht gjithë bota, elita intelektuale është e pozicionuar kundër. Pra arriti një lloj fitore edhe strategjike, por me i kosto shumë. Vendet e Perëndimit ta njohin në Palestinë. Po, arriti me i kosto shumë të madhe morale. Izraeli nga ana vet, se majta ata bën presion. Fal. Po e majtën tash dukim tani. Jo, ja ta mbajnë çdo ditë. Dhe të mbeten ca kohë ta mbajnë. Më fal. Pra në zgjedhje lokale. Kurse Palestina nga ana vet, ndonë se mund të quhet që atë ditë në datën 7 tetor arriti diçka shumë të madhe, ekspozoi dobësinë e Izraelit, dobësinë e Mossadit etj. Në afat shkurtër, në afat të gjatë, humbi shumë çka. Me këtë, cila është paralele me situatën e Kosovës? Po, Kosova mund të ketë arritur që të vendosi përkohësisht kontrollin veri. Me çfarë koste? Praktikisht ka humbur mbështetjen ndërkombëtare. Nuk është e vërtetë. Edhe të Perëndimit. Nuk humb mbështetjen ndërkombëtare Kosovës.
Dakor, e humbi qeveria. Sakt. Në thuj Kosova. E sakt, Kosova politike. Kosova politike. Shpresojmë që edhe pjesa tjetër e opozitës, nëse do të kemi, ta ndryshoj gjendjen, ta ndryshoj situatën diplomatike në cilë gjendë Kosova. Dhe dyta, me qenë se u përmend tu çështja e lapsusit të Trumpit. Shkua është një lapsus i nënvedijes. Edhe unë kam një shpjegim që është hipotetik, nëse ne nuk e dim që është nënvedijen e ta. Kur ai përmend... Edhe votimin që bere këtu, bere një votim për binajn, e shpjegove mu. Se njeriu kur përgatitet për një gjë, shpjegon mirë më. Gjenë gjithë argumentet për të shpjeguar. Ai përmendjen e Shqipërisë, ne do ta marrim në kontekst mirë, se duket fjala Shqipëria aty ka ngel mendje. Po i ka ngel për luftë. Po pra, i kishte ngel për ndërtim, për përshtatim bregut, po i ka ngel për luftë. Së dyti, ai ka një, aty ka ngel mendje, me që përmend tu çështja e çmimit Nobel. Marrëveshje që Antoni e minimizon, e relativizon vlerën e asaj marrëveshje. Ajo marrëveshje mund diskutojnë në emision tjetër, për të ka ngelur në kujtesë se aty i erdhi propozimi i parë për Nobel. I erdhi nga një deputet suedez. Dhe për këtë ai e kanë mendje atë. Një deputet suedez, i krahut majt, një shtet si Suedia që është i majt, dhe ai donte shumë, i erdhi pikërisht pak para fushatës përballë Bidenit. Dhe ajo që e mori, tha ja kushtoi Trumpit. Po pra ai prandaj ka ngel mendje, ky është asociimi që i bëj unë, Albania, pra Shqipëria, shqiptarët, kjo është arsye që pse ai vazhdon. E përmendi prapë që unë vendosa pak... Ka lapsusin. është lapsusin nënvedijes. Është lapsuset të nënvedijes. Por, tani lidhja... Ju them një që nuk ka lapsus më shumë se njerë. Po, pikërisht, lidhja... Bëhet fiksime, jo. Lidhja me... Ajo është 3 herë tani, që me thënë lapsus tani që... Dhe jo, si tha... Jo, ka drejt mendoj, sepse ai me atë filloi ëndrrën e Nobel. Se pastaj mua vjen keq që them që aq di presidenti Trump, nuk e them dot. Po dhe Shakespeare ka ngatruar gjeografinë. Ti nuk i lidhe... Shakespeare nga Po e ka ngatruar një herë o burr. Po ja dhe ky. Këtu në letërsi që ju... Po njërë, parabitemi do të me ju të dy, po... Betet, por se bëhet... Lidhja me që ke vendosë temën e Kosovës me të... Lidhja është një Trump me fuqi të re, është një Trump i cili mundet t'i qaset kësaj marrëveshje në mënyrë më të lehtë mundshme, me një autoritet shumë më të lartë se sa ai që kishte në gusht apo në korrik të 2020-s. Për këtë arsye, ajo që i ka ndodhur Kosovës politike, po në fakt pasojat i vuan gjithë Kosova për shkak të atij bllokimi, ka qenë e gabuar. Pra ajo qasje, duke mos dëgjuar atë ambasadën amerikane të përgjysmuar që është aktualisht në Kosovë, ka qenë totalisht e gabuar. Një president si ky, me një fuqi kaq të madhe si ky, por ama me një fuqizim të rolit ndërkombëtar të Serbisë, pra me një Serbi e cila harxhon shumë para. Ambasador të pavendosur, nuk ka vetëm të Shqipërisë. Jo, e kanë fjalë. Ai po e bën për pastrimin se ju nuk e besoni këtu që ata kanë qenë kriminala, kjo që ishte ambasadore këtu. Po e mori. Dhe hajta zëvendësosha. E mori Exxon Mobil atë po. Lere po ta marri, po ai e mori se e kishte përdorur në biznes këtu për të fituar lek. Po jo, ajo ishte do ta trajtojmë atë temë ylle apo lidhja se që të gjejmë atë që është pjesë e përbashkët që merr vesh. Po nga këta emra të... Po këta i diu. Ky lëshon predhën e vet dhe unë e pres këtë gjë. E po në rregull. Doli kjo ambasadori e bën. E ngre pushkën. Pra ajo është kriminale. Doli emri tjetër. E ngre pushkën. Atë kujtohet se thapër. Ishim 3, unë, ky avokati, sa një më kujtohet e vesën këtë. I urtë avokatin, tha mua se ta shkroj librin, ta për 24 orë ta shkruan, tha. Shkruaj e punë. Aji e ka organizat kriminale. Kalojmë një moment të... Një sekundë vetëm se, në qëse e shumë. Të ufrisë mentori për marrëveshjen e 2020 shtatorit, një shtatorit që është. Ajo marrëveshje ishte në duk gjë e madhe, në fakt. Ajo ishte, çfarë ishte? Ishte një në nënshkrim detyrues më vete, si shas marrëveshje, në nënhijen... Kjo që bës sot, që s'kishte firma, qa ishte? Në nënhijen e Trumpit, edhe kjo pa firma, njësoja në të. I cila në momentin që Trump i iku, as u morë më njeri me të. Po është budalliku Kosovës që su morë, a? As Kosova, as Serbia. Budalliku Kosovës. Deri Bashkimi Europian detyrojë të bëjë marrëveshje tjetër. Që qeverisë Kosovës. Do i lutën Trumpit. Po pra, si marrëveshje? E njëjta është dhe kjo. S'ka marrëveshje. Kjo është sa të jetë Trumpi president. Pse letrat e shkruara kanë vlerë s'po step, se si hedhin ata letrat e shkruara. Marrëveshja ka fillimin dhe fundin, ka lidhje, ka zgjidhjen. Bie dakord. Kosova të njohë, Serbia të njohë Kosovën,
Kosova të detyrohet të bëj asociacione bëj fjalë e tjera, të bëhen të ndërtohen këto. Nënshkruhen dhe mbarojnë. Por as Europa se bëjnë do, se nuk u nënshkruan në Serbia. Dhe nuk u filloi zbatimi kur në marrëveshjen e Ohrit. Pra, nuk janë marrëveshje këto. Edhe kjo nuk është marrëveshje se kjo nuk të çon asgjë kundi. Ku do të çoj? Se bëhet ajo në Palestinë. Nuk është bërë lufta në Palestinë, është bërë se unë të lemo. Marrëveshja është marrëveshja më ajo është luftë 3 vjeçare. Më e mirë e mundshme. Marrëveshja 2020 është më e mirë e mundshme. Është shkëlqyer. Ore s'kan. Jo, po diskutoj cilësinë e marrëveshjes. Okej, dakor. Po diskutoj mënyrën si të marrëveshja, dhe mënyra si të implementohet. Se surrealizu. Po ishte mungesë e largpamësisë. Ardhja e Bidenit. U bën hijen e Trump. Ardhja e Bidenit. Marrëveshje mes Se shef të që iku ai erdhi Bideni. Abdullah Hotit ose kush ishte atë? Po fal, dhe Biden dhe Blinkeni tha që ne respektojmë atë për të vërtetë. Ishte Kosova Ishte Kosova që u tërhoqi. Su zbatua kur, bre?